Vlora më në fund pas 30 vitesh me semafor. Pikërisht kjo datë do të mbahet mend si dita kur në Vlorë u vendos siguria rrugore, në mund të themi këtu, në një ndër rrugët më kryesore, sikundërisht rruga transballkanike. Semaforët u ndezën në qytet edhe në ditën e Kurban Bajramit, një ditë kjo e shenjtë për gjithë besimtarët mysliman. Për të gjithë nostalgjikët të cilët nuk ishin parë semafor, kjo është dita ideale për të shijuar qoftë për këmbësorët, por edhe për drejtuesit e automjeteve. Ndërsa pas 30 vitesh, më në fund, Vlora pajiset me semaforët. Pas më shumë se 30 vitesh semaforët rikthehen në qytetin e Vlorës, ata u ndezën këtë të mërkur në një ditë të shënuar, siç ishte Kurban Bajrami. Janë rreth 40 struktura semaforike në kryqëzime të ndryshme të qytetit, ndërsa projekti përfshin 9 segmente rrugore. Një nga rrugët më problematike dhe me qarkullimin më të dendur është rruga transballkanike. Dhe pikërisht prej këtej ata u ndezën këtë të mërkur. Projekti synon të lehtësojë qarkullimin e automjeteve, të shmang trafikun dhe të rrisë ndërgjegjësimin e këmbësorëve për respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor. Vetë qytetarët e vlerësojnë nismën për vendosjen e semaforëve në qytet. Më në fund me semafor, shumë bravo i qoftë kryetares së re që është zgjedhur, po punon për Vlorën. Sa kohë kishit pa i parë semaforën? Një jetë s'kemi parë. Bravo i qoftë. Tashmë edhe siguria rrugore është më e sigurt se kur kalonim ne, ndalonte i pari, nuk ndalonte i dyti. Ishim e rrezikuar nga makina e dytë. Tani jemi në rregull. Po presim semaforin. Si u duket? Shumë mirë. Shumë mirë. Ka 30 vjet që nuk kemi semafor. Mbani mend që ishin? Po i mbajmë një semafor te kinoteatri edhe diku tjetër aty. Zonat ku janë vendosur janë mirë domethënë? Shumë mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Pozitive. Do t'i respektoni tash? Patjetër. Po që respektojmë pasaj për plas kokën aty në asfalt. Ishte domosdoshme. Patjetër. Bravo. Por përveç rrugës transballkanike, semafor do të vendosen në funksion edhe në rrugën Ali Demi, si në segmentet që lidhin bulevardin me aksin transballkanike, përfshi edhe rrugët Kosova, Gjergj Gjaraniti dhe Gjergj Kastrioti. Rikthimi i semaforëve pas 3 dekadash konsiderohet një ndërhyrje e rëndësishme për një qytet si Vlora, që po përballet çdo vit me rritje të ndjeshme të trafikut, veçanërisht gjatë sezonit turistik. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini, duke inspektuar më herët punën për vendosje në funksion të semaforëve në qytet, është shprehur se pas më shumë se 3 dekadash dhe pas kaq shumë kërkesash e propozimesh që kam dëgjuar ndër vite nga banorët e Vlorës për rikthimin e semaforëve në qytet, janë shumë e gëzuar që më në fund ky projekt u bë realitet. Sipas kryebashkiakes Mersini, me rritjen e numrit të pushuesve në sezonin turistik, vendosja e semaforëve do të ndikojë drejt për drejt në rritjen e sigurisë për kalimtarët dhe drejtuesit e mjeteve, si dhe për përmirësimin e qarkullimit të rendit në qytet. Kryebashkiake e Vlorës falenderon edhe qytetarët për durimin dhe mirëkuptimin gjatë punimeve. Sipas kryetares së bashkisë Brunilda Mersini, akset rrugore ku është bërë vendosja e semaforëve do të rikthehen shumë shpejt në gjendjen e mëparshme, ndërsa puna për një Vlorë më të sigurt, më moderne dhe më funksionale do të vazhdojë çdo ditë.